Bordë dhe ngrica, dimri fut në kthetra Europën. Moti keq ka mbërthyer Europën këtë fundjavë. Gjermania, Austria dhe Zvicra janë shtetet më të prekura. Myni u bllokua pas rreshjeve rekord të borës në muajin dhjetor, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në transportin ajror, rrugor dhe hekurudhor. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin absolutisht udhëtimet e panevojshme dhe të ngasin makinën vetëm nëse e kanë të domosdoshme. Në Bavari, shumë akse rrugore janë bllokuara për shkak të pemëve të rrëzuara nga pesha e dëborës. Situata kaotike e transportit nuk pritet të normalizohet deri pas pasdites së së-hënës. Në Austri, Zvicër, rreshjet e borës bën që zyrtarët të ngrenë alarmin për rrezikun e ortekëve. Provincat në Tiroli dhe Vorarlberg në Austrinë perëndimore janë më të rrezikuara pasi kanë rënë deri në 50 cm borë gjatë natës. Në Austri, më shumë se 20.000 familje kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa janë konstatuar probleme edhe në funksionimin e rrjeteve celulare. Në Republikën Çeke, disa akse rrugore u bllokuan për orë të tëra, ndërsa transporti publik u paralizua. Si pasojë e motit të keq, mbi 15.000 familje kanë mbetur pa energji elektrike. Moti i keq ka goditur edhe jugun e Polonisë.